Kuvendi i Kosovës u mblodh sot në përpjekjen e pestë për të vazhduar në konstituimin e legjislaturës së re. Kryesuesi Avni Dehari ftoi partitë politike në takim para fillimit të seancës së sotme konstituive. Pjesë e takimit konsultativ ishin Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe disa nga partitë jo shqiptare dhe jo serbe. Nga ky takim nuk pati një marrëveshje konkrete, duke thënë se është e pakuptim që lëvizja vetëvendosje i thret në takim kur sërish sjell emrin e njëjtë Albulena Haxhiut. Propozimi i lëvizjes vetëvendosje përsëri mbeti emri i Albulena Haxhiut për kryeparlamentare të kuvendit. Për të tretën herë, Haxhiu nuk arriti t'i grumbulloj votat që do ta emronin atë si kryeparlamentare. Nga 61 sa duhen, Haxhiun e votuan vetëm 57 deputet, 46 kundër dhe 3 kanë abstenuar. E pas këtyre rezultateve, kryesuesi i kuvendit Avni Dehari e pasi zgjidhje të vetme, ndërprerjen e seancës e cila do të vazhdoj të premte në orën 11.